mbrëma, ky është edicioni qendror I lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, titujt kryesor. Nis epoka Trump për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbar botën. Trump u betua si presidenti 45 dhe premtoi të kthejë shkëlqimin e Amerikës e të zhduk terrorizmin e radikalizimin. Prokuroria sekuestron dosin e mbledhjes ilegale të Hamas, ku Ora News e operator të tjerë televiziv u skualifikua në mënyrë të palishme. Ministria e Mbrojtjes të Resh nga Turqia ta shehun shqiptar kolonelin Razie Mehmeti pasi djali I saj u përfshi në një ngjarje të papëlqyeshme në Itali. Ministri I Brendshëm Sajmir Tahiri deklaron se për tragjedinë e 21 janarit ende nuk është vendosur drejtësi. Kryeministri Rama mbyll çdo mundësi të votimit elektronik, kërkesën e Partisë Demokratike e cilëson alibi për humbjen e zgjedhjeve. Presidenti 45 I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka marrë zyrtarisht detyrën. Në një ceremoni madhështore që u ndoq nga miliona shikues, Donald Trump u angazhua për t'i kthyer Amerikës shkëlqimin, ndërsa e cilësoi 20 janarin si ditën kur populli amerikan mori pushtetin. Trump u zotua të fshi nga faqja e dheut terrorizmin radikal islamik. Donald Trump u betua si presidenti 45 I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Para shumë personaliteteve perëndimor dhe një audiencë televizive me miliona njerëz në të gjithë botën, biznesmeni I kthyer në politikanin më të debatuar mori bekimin nga shefi I drejtësisë John Roberts. Ky ishte momenti më I gëzueshëm për mbështetësit e Trump dhe sigurisht moment ankthi për ata që e kundërshtojnë atë. Në një ditë të lagësht janari, turma ishte shumë më e vogël se në inaugurimet e viteve të shkuara. We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country. Ne qytetarët e Amerikës jemi bashkuar në një përpjekje kombëtare për të ndërtuar vendin tonë dhe për të plotësuar premtimet që u kemi bërë amerikanëve. Së bashku, ne do të përcaktojmë kursin e Amerikës dhe të gjithë botës për shumë e shumë vite që do të vinë. Ne sot po bëjmë thjesht transferimin e pushtetit nga njëra parti në tjetrën. Ne sot po transferojmë pushtetin nga Washington DC në duart e qytetarëve. 20 janari vitit 2017 do të kujtohet si dita kur populli mori sërish sundimin. Njerëzit e harruar në vendin tonë nuk do të jenë më të harruar. Ata do të dëgjohen nga të gjithë. Duke risjell në jetë disa nga sloganet e tij populiste që përdori gjatë fushatës, ai ju drejtua turmës. From this day forward, it's going to be only America first. Nga sot Amerika do të vi përpara gjithçkaje. Amerika e para. Duke shtuar se do të ndiqen dy rregulla të thjeshta: bli produkte amerikane, punso amerikan. Në fjalimin e tij prej 20 minutash, Trump gjithashtu përshkroi Amerikën si një komb që porrëzohet. Krimi, bandat, trafiku I drogës që kanë shkaktuar vdekjen e shumë personave do të ndalojë tani, në këtë moment, tha ai. Më pas, duke ju kthyer çështjes së politikave të jashtme, ai sulmoi terrorizmin radikal islamik, duke deklaruar se do ta fshijë tërësisht nga faqja e dheut. Trump dhe bashkëshortja e tij Melania përpara betimit morën pjesë në një lutje që zgjati për rreth 1 orë në kishën e St. John Episkopalit. Ata u pritën ngrohtësisht nga Barack dhe Michelle Obama në tapetin e kuq. Obama dhe Trump ndanë të njëjtën limuzin rrugës për në Capitol Hill, aty ku u zhvillua ceremonia ku morën pjesë ndër të tjera ish presidentët Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton dhe gjithashtu edhe rivalja e Trump në zgjedhjet presidenciale, Hillary Clinton. 23 grupe me aktivistë të ndryshëm kanë protestuar në Washington në kohën që mbahet ceremonia e inaugurimit të presidentit Donald Trump. Në disa zona demonstratat janë përshkallëzuar në dhunë, gjë që ka detyruar forcat e policisë të ndërhyjnë menjëherë. Protestuesit janë përleshur me autoritetet që nga ana tjetër u përgjigjen me gaz lotësjellës. Në fjalën e tyre, zyrtarët theksuan se ishin të përgatitur për një situatë të tillë. Ndërkohë që Donald Trump u betua në ceremoninë e inaugurimit, mijëra protestues në Washington DC kanë protestuar, teksa u regjistruan edhe episode dhune. Demonstruesit kanë qelluar me gur në drejtim të policisë, si dhe janë përplasur me këtë të fundit. Gjithashtu ata shkatruan objekte të ndryshme, përfshirë prona private dhe publike. E menjëhershme ka qenë ndërhyrje e autoriteteve, të cilët neutralizuan situatën
Në komunikatën e tyre zyrtare u bë ditur se më problematike që një grupim i përbërë nga 500 persona me pikpamje anarkiste, këta të fundit të mbanin të vendosura maska, gjë që krijoi një situatë alarmante. Forcat e sigurisë shoqëruan disa persona në ambientet policore, ndonse deri më tani nuk ka ende një shifër zyrtare. Për të theksuar është fakti se në Washington kishte në total 23 grupe, të cilat kishin kërkuar leje për të zhvilluar protesta. Në rast se disa grupime vendosën të protestonin me anë të forcës, grupimet të tjera kanë nisur të tymosin marijuan për të shprehur mos pajtimin e tyre me liderin e Shtëpisë së Bardhë. Protestat gjatë ceremonisë inauguruese të Trump ishin paralajmëruar edhe më herët. E gjithë fushata e miliarderit ka qenë e shoqëruar nga demonstrata të ndryshme në shumë shtete, përveç se në Washington protesta ka patur edhe në zona të tjera të Shteteve të Bashkuara. Fatmirësisht nuk është raportuar për persona që mund të kenë mbetur të plagosur apo të lënduar, por bëhet fjalë për dëme të konsiderueshme në objekte të ndryshme përfshirë prona publike dhe private. Stafi i Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri bashkë me ambasadorin Donald Lu kanë prezantuar një video mesazh urimi për ceremoninë e mbajtjes së detyrës së presidentit të ri amerikan Donald Trump. Përmes video mesazhit, ambasadori Lu përmend marrëdhëniet e mira mes dy vendeve, ndërsa thekson se pret që kjo marrëdhënie e ngrohtë të vijojë edhe gjatë punës së Trump. Kush është miliarderi që u bë njeriu më i rëndësishëm i botës dhe presidenti i 45 i Amerikës? Ndiqni një profil të Donald Trump. Donald Trump arriti të mposhte një politikane me eksperiencë si Hillary Clinton në garën presidenciale të 8 nëntorit të vitit të shkuar, një triumf i cili ishte surprizues për mbar botën. Por kush është Donald Trump dhe si arriti deri në zyrën më të rëndësishme të botës, atë të presidencës amerikane? 70 vjeçari ka qenë i njohur për dekada me radhë si një biznesmen i suksesshëm, organizuesi konkurseve më të mëdha të bukurisë, si personazh televiziv, si dhe krijuesi i disa prej programeve më të ndjekura jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por edhe në mbar botën. Ndonse ka patur një karrierë mjaft të suksesshme si biznesmen, Trump nuk e ka fshehur asnjëherë ambicien për të përfshirë në politikë. Ishte 16 qershori i vitit 2015, data në të cilën Trump lajmëroi se do të merrte pjesë në primaret e republikanëve. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Zonja dhe zotrinj, unë zyrtarisht do të garoj për presidencën e Shteteve të Bashkuara dhe ne do ta bëjmë vendin tonë të madh sërish. Projektua i nisi një përballje me 16 kandidatë të tjerë, të cilën arriti ta fitonte bindshëm. Në këtë mënyrë, Trump arriti që të fitonte të drejtën për të përfaqësuar këtë forcë politike në garën presidenciale. Përballë tij, miliarderi kishte një kandidate me mjaft eksperiencë si Hillary Clinton. Momenti i të vërtetës ishte data 8 nëntor, kur miliona qytetarë amerikan ju drejtuan qendrave të votimit. Ndonse nuk arriti të fitonte votën popullore, Trump arriti të sigurojë një fitore bindse në rrafshin e zgjedhësve elektoral, duke mposhtur rivalen Clinton në shtete kyçe si Pensilvania, Michigani, Florida e të tjerë. Megjithatë, për të theksuar është fakti se presidenca e tij do të mbarte ende shumë pikpyetje që do t'i sqaroj koha me veprimet e tij politike. Republikani njihet për kontroversialitetin, lundrimin kundër rrymës, si dhe përshkruhet si një politikan i aftë për të thyer çdo parashikim. Ju ftoj të ndjekim premtimet për të cilat Trump është dëtuar të mbajë në 100 ditët e tij të para në krye të Shtëpisë së Bardhë. Donald Trump ka premtuar një fillim të vrullshëm të punës për administratën me qëllim që të rregullohen disa gabime që sipas tij janë bërë nga paraardhësi i tij në zyrë Barack Obama. Në komunikimet e tij për mediat, presidenti i 45 i Shteteve të Bashkuara ka folur për një plan që do të ekzekutohet në 100 ditët e para të presidencës së tij, ku do të nisë puna për të implementuar disa politika që cilësohen thelbësore. Shumë ekspertë janë shprehur se republikanët do të kthejë përmbys gjithçka që ka trashëguar nga Obama. Fillimisht ai do të nisë me zhbërjen totale të planit të paraardhësit për sigurimet shëndetësore, i njohur ndryshe edhe si Obamacare. Trump e ka cilësuar këtë politikë si diçka skandaloze, e cila nuk u vjen as pak në ndihmë qytetarëve amerikanë. Për këtë arsye, ekspertët e kabinetit të tij do të nisin urgjentisht punën për krijimin e një platforme zëvendësuese. Propozimi dhe drafti i plot më pas do t'i drejtohet Kongresit amerikan,
ku Trump mbetet mjaft i avantazhuar, pasi republikanët gëzojnë shumicë në të dyja dhomat e legjislativit amerikan. Një tjetër gjë që pritet të ndodhë në 100 ditëshin e parë të Trump është aksioni kundër emigracionit e jashtëligjshëm. Presidenti do të nisë projektin e ndërtimit të një muri përgjatë gjithë kufirit jugor me Meksikën, faturën e së cilës ka ndërmend t'ia jap qeverisë meksikane në mënyrë indirekte. Donald Trump ka premtuar gjithashtu se do të deportojë afro 3 milionë emigrantë që kanë kryer krime dhe veprime të jashtëligjshme. Nuk ka si të mungoj as lëvizja për ndryshimin e politikave ekonomike. Trump ka deklaruar se do nisë zbatimin e projektit që ai ka për ekonominë. Në këtë aspekt, presidenti do të urdhërojë monitorimin e politikave të Kinës, e cila sipas tij manipulon monedhën. Trump pritet të heqë të gjitha pengesat për prodhimin e energjisë, një premtim madhor ky republikanit. Ndërkohë në pikpyetje mbetet loja që do të luajë Trump në arenën ndërkombëtare. Ai ka premtuar se do të ridimensionojë marrëdhëniet me Rusinë për të bashkëpunuar në çështje me interes të përbashkët. Gjithashtu, me vëmendje do të ndiqen edhe raportet që Donald Trump do të krijojë me aleatët tradicional në Evropë. Barack Obama udhëhoqi për 8 vite Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë solli ai si president në krye të Shtëpisë së Bardhë? Ndiqni kronikën e vij. Barack Obama, presidenti i Shteteve të Bashkuara për 2 mandatet e kaluara, lë sot zyrën 8 vite pas inaugurimit të tij për herë të parë. Përgjatë kësaj periudhe, lideri i 44 ish së Bas ka qenë në krye të ekzekutivit, ku secili mund t'jap vlerësimin e tij nëse ka bërë një punë të mirë apo nëse ka patur vend për përmirësime. Megjithatë, një gjë është e sigurt: Barack Obama është pjesë e historisë. Ai u rrit nga rrënjë modeste për të bërë presidenti i parë me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara, duke përkrahur një ligj që zgjeronte mbulimin për kujdesin shëndetësor dhe duke krijuar përparime diplomatike me Iranin dhe Kubën, teksa përballej me një rezistencë nga një kongres i dominuar nga republikanët. Obama, djali i një bariu kenian të kthyer në mësues dhe një mamaje të bardhë nga Kansasi, erdhi në detyrë në janar 2009 me një oratori të mrekullueshme dhe një mesazh optimist: po, ne mundemi. Mes arritjeve më të mëdha diplomatike të presidentit ishte edhe pakti i vitit 2015 për të frenuar programin bërthamor të Iranit, rivendosja e marrëdhënieve miqësore me Kubën komuniste në 2014, pas një gjysmë shekulli armiqësie që daton që prej luftës së ftohtë, dhe një marrëveshje politike e vitit 2015 për ndryshimet klimaterike. Ai gjithashtu urdhëroi bastisjen ushtarake të 2011-s në Pakistan, ku mbeti i vdekur Osama bin Laden. Barack Obama do të mbahet mend ndër të tjera për karizmën, elokuencën dhe simpatinë që gëzon në radhët e qytetarëve. Ndonse rrugëtimi i tij në krye të Shtëpisë së Bardhë përfundon sot, ai ka premtuar se do të vijojë të mbetet një qytetar aktiv dhe se do të angazhohet gjithnjë për të mirën e popullit amerikan, por edhe të mbar botës. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta ka marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit Donald Trump. Këto janë fotot e publikuara nga kjo ceremoni, ku Meta shoqëroi edhe nga zëvendës kryetari i Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim Petrit Vasili. Zoti Meta u ftua në ceremoninë zyrtare nga drejtuesit republikan të Kongresit dhe Senatit. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mori pjesë në inaugurimin e presidentit amerikan Donald Trump. Në një njoftim për mediat të Partisë Demokratike, thuhet se personalitetet larta politike, bashkëpunëtor të presidentit Trump, antar të Kongresit dhe Senatit, i kanë shprehur Bashës mbështetje në garën e ardhshme elektorale, si edhe për zbatimin e projektit të ri politik për një Shqipëri të zhvilluar. Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar dosjen e mbledhjes së datës 29 dhjetor 2016, ku Oranjus së bashku me operatorë të tjerë televiziv u skualifikuan në mënyrë të palishme për të favorizuar interesa klienteliste të kryetarit të Amas Gentian Sala. Pas kallëzimit të Oranjus, sot edhe kompania Trin ka kallëzuar në prokurori veprimtarinë e Amas në mbledhjen e datës 29 dhjetor, ku tentua në mënyrë klandestine të jepë licenca kombëtare për të cilën në të dyja rastet Partia Demokratike ka votuar kundër. Prokurorët kanë zbarkuar në autoritetin e medjeve audiovizive për të hetuar mënyrën, procedurat dhe ligjshmërinë e akteve që kanë ndjekur ky institucion për dhënien e licencave kombëtare ndaj operatorëve televiziv që operojnë në vend. Si jeni? Desha takoj pa kryetarin. Po. Keni parë sot është këtu kryetari apo? Jo, ai nuk ka qenë këtu sot.
Ata të prokurorisë janë akoma brenda? Po. Ka ardhur shumë duke të mëngjes. Po? Nga prokuroria Andrei. Po. Burimet nga prokuroria bëjnë me dije për Ora News se organi akuzës ka sekuestruar dosjen e Autoritetit të Mediave Audiovizive të datës 29 dhjetor 2016, që skualifikoi operatorët konkurrent dhe çoi për votim në bord vetëm kompani për të cilën akuzohet se po vepron në mënyrë klienteliste. Për shkak të mungesës së votave dhe faktin që 3 anëtarët e opozitës në bord votuan kundër, me arsyetimin se vendimi i AMës është i palishëm dhe krijon situatë monopoli, dhënia e licencës nuk u mundësua. Ora News i dërgoi AMën në gjykatën administrative, por institucioni Gentian Salajt nuk u ndal në përpjekjet e tij për të dhënë sa më parë licencën të preferuarve. Ndaj, në 19 janar 2017, AMA zhvilloi një tjetër mbledhje të fshehtë pa pranim të operatorëve dhe hodhi për votim licencën për kompaninë që favorizon, por sërish të dështoi. Kompania Tring ka bërë sot kallëzim në prokurori ndaj Autoritetit të Mediave Audiovizive për mbledhjen e dieshme dhe pritet që prokuroria të sekuestrojë edhe dosjen e mbledhjes në fjalë. Mënyrën se si Autoriteti i Mediave Audiovizive po jep licencat kombëtare për transmetime digjitale, kryetari dhe nënkryetari i Komisionit Parlamentar të Mediave Genc Pollo dhe Luciano Boçi e cilësuan provë të degradimit të shtetit dhe monopolizim të tregut mediatik. Kryetari dhe nënkryetari i Komisionit Parlamentar të Medias Genc Pollo dhe Luciano Boçi reaguan pas barkimit të prokurorisë në Autoritetin e Mediave Audiovizive për të hetuar vendime dhe mënyrën si ia dhënë licencat kombëtare për transmetime digjitale. Pollo thotë se AMA është simboli se si shteti po degradon. Më në fund, sa shenja të shtetit ligjor, AMA simbol i degradimit të shtetit dhe i kapjes nga oligarku rilindist. Ndërsa deputeti Luciano Boçi thotë se ajo që po ndodh me Autoritetin e Mediave Audiovizive dhe mënyrën se si ky autoritet po shpërndan licencat kombëtare të shërbimeve audiovizive është skandaloze. Mbledhja e dieshme ilegale dëshmon degradimin e këtij institucioni që ka shkatëruar çdo normalitet mediatik në Shqipëri. AMA po insiston të japë edhe një tjetër licencë rrjet frekuencor numerik konsorciumit mediatik Aferamës që deri më tani ka marrë 2 licenca. Shoqëria DTN, pavarësisht kapërcimeve interpretuese ligjore, është pjesë në mënyrën e administrimit të aksioneve e këtij grupimi i cili ka vendosur monopoli në tregun mediatik. Madje ai tejkalon edhe vetë rrëdhëshën publike, e cila zotron vetëm 2 frekuenca. Penalizimi pa drejtë i radio-televizionit Ora News nga Autoriteti i Mediave Audiovizive sipas Boçit synon pikërisht monopolizimin e tregut mediatik. I bie që për 15 vite ai sa zgjatet e licenca, askush të mos kakaris në tregun mediatike në media përveç Ramës, largimi Ora News dhe i të tjerëve synonte pikërisht këtë. AMA në seancën e dieshme shkeli totalisht ligjin. Pasi procesi i nisur është i ankimuar në gjykat nga Ora News, kjo e fundit është penalizuar padrejtësisht nga gara. AMA duhet të ndërpres procesin deri në daljen e vendimit nga gjykata. Njëkohësisht drejtuesi i sajti nënshtrohet një seancë dëgjimore urgjente në Komisionin e Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik. Për këtë çështje reagoi zyrtarisht edhe Partia Demokratike, e cila përshëndeti ndërhyrjen e prokurorisë në Autoritetin e Mediave Audiovizive, ndërsa apelon që hetimi të shkojë deri në fund. AMA e ka për kokë e këmbë nga qeveria e oligarkët mediatik pranë saj, ka shkelur ligjin shpesh e rënd për të krijuar një monopol mediatik të rrezikshëm për lirinë e shtypit e për demokracinë. Antarët e AMAs, Gent Sala e të tjerë mbajnë personalisht përgjegjësi penale për vendimet e kundralishme. Partia Demokratike do e ndjek me vëmendje çështjen e do të marrë masat e saj deri në kthimin e ligjshmërisë në këtë institucion. Në Komisionin Parlamentar për Median e kudo tjetër thuhet në reagimin e Partisë Demokratike. Në forumin civil, ish-presidenti Alfred Mojsiu kërkoi një proces rivlerësimi të gjyqtarëve dhe prokurorëve të ndershëm dhe pa ndikim politik. Presidenti ka shprehur shqetësimin se ka qarqe të korruptuara të politikës dhe gjyqësorit që kërkojnë ta pengojnë reformën në drejtësi, ndërsa Fatmir Xhafaj bëri me dije se javën tjetër në Shqipëri do të vijë trupa ndërkombëtare monitorimit. I ftuar në këtë forum, kryetari i gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja tha se edhe pse kjo gjykatë është anatemuar si penguese reformës, vendimi për vettingun është marrë në kohë rekord. Ish-presidenti Alfred Mojsiu kërkon që procesi vettingut të bëhet pa paragjykim dhe pa ndërhyrje politike, edhe pse dyshon se rrethet të caktuara të politikës dhe gjyqësorit po përpiqen t'i vënë stërkëmbsha reformës në drejtësi. Ne kërkojmë një proces rivlerësimi ose vettingu pa paragjykime, një vetting pa ndërhyrje politike, transparent dhe me standardet e njëjta për gjithë.
Vetingu tashmë është në fuqi dhe Fatmir Xhafaj bëri me dije se javën tjetër fillon puna për ngritjen e institucioneve të rivlerësimit, si dhe vijnë përfaqësuesit e operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Xhafaj tha se ka presion në lidhje me ngritjen e institucioneve të vetingut. Javën tjetër në Tiranë do të jetë trupa ndërkombëtare që do të merret me prevetingun. Gjithashtu javën tjetër fillon edhe procesi i përzgjedhjes së institucioneve të vetingut dhe ekipeve të tyre. Shohim me shqetësim disa përpjekje në sistemin e drejtësisë, në prokurori dhe në gjykata për ta deformuar frymën. Gjykata kushtetuese ka pasur një rol të rëndësishëm në këtë proces dhe sipas kryetarit Bashkim Dedja, në më pak se 3 muaj është bërë i mundur marrja e një vendimi për ligjin e vetingut, edhe pse kjo procedurë mund të merrte më shumë se një vit. Shumë herë dhe gjykata kushtetuese është anadërmuar si një penguese e kësaj reforme. Dhe natyrisht në këtë kuadër kemi dëgjuar komente nga më ekstremet. Shqyrtimi, përfundimi i kësaj çështje dhe në publikimin e vendimit përfundimtar ka marrë më pak se 3 muaj kohë. Duke përfshirë këtu dhe kohën që desh për të pritur përgjigje nga Komisioni i Venecias. Në forumin civil 2010, Dedja tha gjithashtu se pezullimi që gjykata i bëri vetingut nuk pengonte punën për zbatimin e kushtetutës. Partia Demokratike reagoi sot në lidhje me procedurën që po ndiqet për zgjedhjen e 2 anëtarëve që do të jenë pjesë e KLG-s dhe KLP-s, duke ja marrë këtë të drejtë Akademisë së Shkencave. Në një deklaratë nga Partia Demokratike, Nkeleda Libea deklaroi se kryeministri Rama ka kryer një tjetër hap drejt kapjes së institucioneve të drejtësisë, duke tentuar të emërojë njerëzit e tij, edhe përmes presionit ndaj Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Sipas ligjit, Akademia e Shkencave ka të drejtë të zgjedhë 2 anëtarë në komisionin ad hoc që do të bëjnë për zgjedhjen e kandidatëve për anëtarët e KLG-s dhe KLP-s. Kryesia e Akademisë, nën presionin e Edi Ramës, pa bërë asnjë mbledhje apo konsult me akademikët, ka propozuar kandidaturat dhe ka kërkuar konfirmimin me email për emrat, duke cënuar kështu atë që quhet fshehtësia e votës. Kjo procedurë është kundërshtuar nga pjesa dërmuese e akademikëve, të cilët e kanë konsideruar këtë proces të kontrolluar dhe jo demokratik. Këto kandidaturat e Edi Ramës, fal integritetit të akademikëve, janë rrëzuar. Rezistenca e akademikëve e ndali Edi Ramën në revanshin e tij për të kontrolluar strukturën e krijuar prej tij me ligj, pikërisht për të kapur procesin e zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Vetë ekzistenca e kësaj strukture është e papranueshme dhe është bërë enkas nga Edi Rama për të kapur këto institucione. Në kushtet kur OSB është shprehur kundër, kryeministri Edi Rama mbyll çdo mundësi për realizimin e votimit dhe numërimit elektronik në zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit. Në postimin e tij në Facebook të titulluar "Humbja e pashmangshme si shtys për një kërkesë të paralizueshme", kryeministri thotë se të kërkosh teknologji në zgjedhjet parlamentare është kërkosh dështimin e sigurt të procesit, përgjegjësi që sipas tij mazhoranca refuzon ta marrë përsipër. Kryeministri Edi Rama në një postim të gjatë në Facebook me titullin "Humbja e pashmangshme si shtys për një kërkesë të paralizueshme", mbyll çdo mundësi për realizimin e kërkesës së Partisë Demokratike për votim dhe numërim të zgjedhjeve parlamentare të 18 qershorit. Ai thotë se qeveria nuk i hyn kësaj aventure me një fund të sigurt, dështimin e procesit zgjedhor. Qeveria nuk mund të marrë përsipër të japë në këto kushte dakordësinë për një aventurë së cilës nuk i dihet fundi ose më saktë, e cila me të dhënat e mundësitë e sotme ka vetëm një fund, ndështimin e sigurt të procesit zgjedhor. Nuk mundemi të jemi dakord sepse nëse ne do të bëheshim sot pjesë e një konsensusi symbylltas për t'ia hyrë kësaj aventure, duke shpërfillur arsyetimin ton të bazuar tek eksperienca dhe mbi të gjitha opinionin e OSB Odirit, nesër shqiptarët e ndërkombëtarët bashk do të kishin të gjithë të drejtën të na bënin ne, qeverinë e askënd tjetër, përgjegjës të vetëm për dështimin spektakolar të zgjedhjeve të 18 qershorit. Rama thotë se personalisht ai dhe Partia Socialiste nuk janë kundër teknologjisë, por duhet që OSBE më parë të pranojë këtë, ndaj afron këtë zgjidhje. Le ta ndërmarrë menjëherë Komisioni Reformës Zgjedhore një proces eksplorimi dhe le ta therrasë të dëgjojë çdo që mbi bazën e një eksperience të suksesshme në këtë fushë mund t'i paraqesë Shqipërisë një plan konkret të faktuar e të garantuar për të hedhur një hap në këtë drejtim.
NSA një ofertë serioze i vihet përpara Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe siguron opinionin pozitiv të OSB Odirit, sepse duam s'duam, arbitri vetëm i standardeve zgjedhore që një bota demokratike janë ata, atëherë pse jo? Kryeministri Edi Rama argumenton në postim se Partia Socialiste nuk ka kërkuar asnjëherë votim elektronik, por evidentim biometrik në qendrat e votimit të zgjedhësve. Kjo sipas tij nuk u pranua as nga qeveria demokratike, por as nga OSBE, ndaj sipas tij nuk u realizua. Ministri i Brendshëm Samir Tahiri deklaron se drejtësia për tragjedinë e 21 janarit nuk është vendosur ende. Tahiri thotë se vetëm reforma në drejtësi do të vërë në vend drejtësinë e munguar. Këto deklarata kreu Ministrisë së Brendshme i bëri teksa u komunikoi forcave të FNSH-s vendimin e qeverisë për sigurimin e jetës. Një ditë para përvjetorit të 6 të 21 janarit, Ministri i Brendshëm Samir Tahiri shpreh se drejtësia për viktimat nuk është vënë ende në vend. Sipas Tahirit, fajtorët e kësaj tragjedie nuk kanë marrë ende dënimin e merituar, ndërsa shet të vetme zgjidhje reformën në drejtësi. Drejtësia për 21 janari nuk është vendosur në vend. Është një nga çështjet themelore ku dallohet shumë qartë të paktën dy gjëra. E para, krimi shtetëror që ka mbetur i pandëshkuar. E dyta, nevoja për të reformuar sistemin e drejtësisë, duke filluar më së pari me ata gjyqtar që kanë sankcionuar një krim të dytë lidhur me ata që u vranë në 21 janar. Tahiri tha se vendimi i Këshillit të Ministrave për dëmshpërblimin e familjeve të 4 viktimave nuk sjell drejtësinë e munguar, por lehtëson sadopak dhimbjet e këtyre familjeve. Kjo nuk bën drejtësi, kjo lehtëson dhimbjen e familjeve që kanë humbur familjarin e tyre të vrarë nga shteti në 21 janar. Ndërkohë ne kemi marrë masa që kjo të mos përsëritet më, pra 21 janarit të mos përsëritet më. Që të mos përsëritet më gjëra të kësaj natyre, Tahiri bëri me dije se ka nisur reformimi i Gardës dhe së shpejti në parlament do të miratohet një ligj ku Garda e Republikës nga një trup ushtarake do të kthehet në një trup policore. Këto deklarata kreu i Ministrisë së Brendshme i bëri teksa zhvilloi një takim me forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe RENEA, të cilat që prej ditës së sotme do të kenë sigurime të veçanta shëndetësore që do të paguhen nga shteti. Ministria e Mbrojtjes ka urdhëruar kthimin në Shqipëri të atasheut shqiptar në Ankara, kolonel Razia Mehmeti. Mësohet se shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura ka propozuar kthimin e menjëhershëm të koloneles dhe nxjerrjen e saj në dispozicion për shkak të një ngjarje të papëlqyeshme të një familjarit koloneles, por pa sqaruar më shumë. Me marrjen e këtij informacioni, autoritetet shqiptare i kanë hequr pasaportën diplomatike dhe natyrisht duke lejuar autoritetet italiane që të ndjekin procedurën për zbatimin e ligjit, thuhet në deklaratë. Zjarri në ashensorin e një pallati ishte fatal për një 33 vjeçare, nënë e një fëmijë e cila humbi jetën. Shkak për këtë ngjarje dyshohet të ketë qenë një masë elektrike në ashensorin që punonte me depozit vaj hidraulit që favorizoi përhapjen e flakëve. Banorët tregojnë minutat e tmerrit, ndërsa evakuimet u kryen nga shërbimi zjarfikës dhe policia. Një grua ka humbur jetën nga zjarri i rënë në ashensorin e një pallati 7 katësh në zonën e Freskut në Tiranë. Burimet pranë shërbimit zjarfikës dyshojnë se shkak për këtë ngjarje të rëndë ka qenë një masë elektrike në ashensor, i cili funksiononte me depozit vaj, që favorizoi dhe përhapjen e menjëhershme të flakëve. Gruaja që ka ndëruar jetë ka qenë duke përdorur ashensorin dhe është gjetur nga shërbimi zjarfikës dhe policia në gjendje të karbonizuar. Mësohet se viktima ishte banore e pallatit, nënë e një fëmijë të rritur. Kjo zonjë është dëshmitare e ngjarjes dhe tregon momentin e parë që ka hapur dyert e shtëpisë dhe është kërcënuar nga flakët. Më rrytimi në shtëpi komplet. Hap derën e jashtme, kur hap derën e jashtme unë nuk pash mos se hyri komplet ajo tymi i zi edhe kërciste ashesorja bote dhe okra dhe flaka. Aty unë pasaj vrap, që kështu, se si kam zbrit nuk e di. Nuk e di si kam zbrit, më duk rruga kështu drejt. Banorë dhe qytetarë të tjerë përjetuan panik. Policia dhe shërbimi zjarfikës punuan për evakuimin e tyre. Erdi keqe, gjithë këtë zjarë, gjithë humbi jetën tjetra. Më thënë, duhet i që kujdes, sidomos zjarfikëset e këto. Frikë sa të duesh.
Duhet edhe energjia të sigurohet. Kur viret të kontrollojnë që përgjigjen për pallatet. Misioni ndërhyrjes ishte i vështirë për shkak të përhapjes së menjëhershme të flakëve dhe infrastrukturës së pallatit shumëkatësh. Në vendngjarje përveç panikut, nuk u raportua për të tjerë persona të lënduar. Arrestohet në një super operacion të mirë organizuar autori vrasjes së 3 fish në korrik të vitit 2013 në një prej plazheve më të frekuentuara të Vlorës. 26 vjeçari Delin Hajdara ishte dënuar në mungesë me burgim të përjetshëm. Ai u kap në një prej 3 apartamenteve që kishte marrë me qira në Vlorë me qëllim për t'i shpëtuar policisë. Kapet në Vlorë pas 4 vite sharrati, autori vrasjes së 3 fish në një plazh të qytetit bregdetar. Në një super aksion të policisë dhe prokurorisë së Vlorës në bashkëpunim me forcat rënea të ardhura nga Tirana, është bërë i mundur arrestimi 26 vjeçari Delin Hajdaraj, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 3 fisht. Ngjarje e ndodhur më 28 korrik të vitit 2013. Pas informacioneve në rrugë operative, autori masakrës u arrestua mbrëmjen e së njëjtës në katin e 4 të një pallati në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë, ku kishte marrë një apartament me qira. Delin Hajdaraj në bashkëpunim me 23 vjeçarin Leo Osmani i arrestuar në flagrancë dhe i dënuar me 35 vjet burg, qelluan me Kalashnikov në prezencë të pushuesve ku mbetën të vrarë 3 prej tyre. Sokoli Sufaj, 34 vjeç nga Roskoveci i Fierit, Diana Ademi, 53 vjeçe dhe 17 vjeçari nga prenjasi Serdi Bajlozi. Shkak ka qenë një konflikt i çastit për një femër. Policia e Vlorës, duke pasur parasysh rrezikshmërinë shoqërore të tij, kërkoi ndihmë nga forcat speciale rënea në Tiranë, të cilët në bashkëpunim kanë realizuar kapjen e 26 vjeçari Delin Hajdaraj pas 4 viteve në arrati. Pas ndërhyrjes dhe neutralizimit të riut, policia sekuestroi një pistolet, një silenciator, një krëhër, 10 fisheksi dhe 2 celular. Delin Hajdaraj nga Vlora kishte 3 banesa me qira që i mbante për të shpëtuar kapjes nga policia. Ai ishte dënuar me burgim të përjetshëm për veprën penale vrasje në rrethana cilësuese, e kryer në bashkëpunim. Bashkia e Tiranës nëpërmjet një plani konkret synon të kthejë piramidën në një qendër kulturore të hapur 24 orë për qytetarët. Kryebashkiaku i Rënvelia i mblodhi artist, arkitekt dhe qytetar ndërsa prezantoi objektivat për ta kthyer godinën e ndërtuar si muze për diktatorin në një vend ku zhvillohen koncerte apo teatr. Prej pasdites së të premtes, piramida e lënë në Harez dhe në prag amortizimit të plot do të kthehet në një qendër kulturore e hapur 24 orë për publikun. Kryebashkiaku i Rionvelia i mblodhi arkitekt, artist, student dhe qytetar për të diskutuar mbi një plan konkret, i cili synon ta kthejë godinën në një hapësirë kulturore. Nuk do të jetë një projekt privat, nuk do të kemi një dhënie me koncesion, nuk do të kemi një investim privat, sepse ne besojmë që duhet ngelet një vepër autentike, publike e qytetit Tiranës dhe të atyre që do të duan ta mbushin me jetë. Velia i tha se piramida do të jetë një destinacion për turistët e huaj që vizitojnë kryeqytetin. Ky është fillimi i një aventure fantastike për të rikthyer këtë objekt unik, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë rajonin në duart e publikut, kështu që nga sot e quajmë të hapur, edhe mezi pres që të caktojmë ide se çfarë do të bëjmë me anën e strukturës dhe infrastrukturës, por ndërkohë të vazhdojmë përdorimin e piramidës për të mos ta lënë kurrë më bosh edhe pa jetë njeriu. Piramida, e cila ishte konceptuar si muze për diktatorin Enver Hoxha me planin e ri të bashkisë, synon të kthehet në një qendër kulturore ku mund të zhvillohen koncerte apo teatr. Pas Universitetit të Tiranës, edhe ai i mjekësisë ka vendosur të mos ndryshojë kriteret e pranimit për vitin akademik 2017-2018. Rektori i Universitetit Arben Gjata sqaron për Ora News se mesatarja dhe lëndët me zgjedhje mbeten kriter pranimi. Universiteti i mjekësisë do të vijojë të mbajë të njëjtat kritere për përzgjedhjen e studentëve fitues për vitin 2017-2018. Rektori i Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata thot se kriteret nuk kanë qenë problema as vitin e shkuar, ndaj është vendosur të mos ketë ndryshime. Edhe si vjet kemi vendosur të mbajmë të njëjtat kritere që kishin vjet, pra 35% është matura shtetërore, 35% janë mesatarje 3 viteve të gjimnazit dhe 30% janë 3 lëndë, që është kimia, fizika dhe biologjia nga 10% secila. Kemi ruajtur gjithashtu nivelin e notës mesatare për të aplikuar në Universitetin e Mjekësisë, kur për lëndët që janë për programet e studimit master integruar, ku bën pjesë farmacia, stomatologjia dhe mjekësia, kemi kërkuar mesatare mbi 8.5.
Konfuzioni i maturantëve për regjistrimin në universitete sipas rektorit mund të shmanget nëse vendoset të ketë vetëm një fazë aplikimi dhe më pas të pritet lirimi i kuotave. Unë besoj që ka edhe në qoftë se do publikoheshin listat në fund muajit gusht, dhe kjo do ishte vetëm me një tur, do kishte kohë mjaftueshme besoj, shtatori deri nga mesi i tetorit, nëse do përdore vetëm do jetë me një fazë për të pasur një renditje pa probleme. Dhe besoj nga ana tjetër që njerëzit, publiku është më i sqaruar në krahasim me vjet, pra e kuptojnë që në fillim fare fitojnë ata që janë studentë gjimnazistët më të mirë, më ekselentë, ata marrin degët e kërkuara, por kjo s'do të thonë që s'ngelen vende bosh. Për vitin akademik 2016-2017, Universiteti i Mjekësisë pranoi vetëm nxënës me mesatare mbi 8.5, ndërsa kërkesat për këtë universitet ishin shumë të larta.